Me qenë se i kemi thënë presidentës që dojna me vazhdu, mbështetje nuk e gëzën të subjektet opozitore, ko edhe deputet brenda, për me kone sinqert që hezitojnë me të mbështet kandidaturën tone. Parë sy të ndryshme, po është në regull. Me fjollë tjera, s'ka posë mbështetje. Rosti i dytë, na kena vazhdu njëkohësisht me kërku një president konsensual. Pro, këtu përfshi edhe vetë zotin Konjufta, i cili ka qenë i angazhuar për me gjetë një figurë konsensuale, se kemi qenë të interesuar për me te kalu krizën, se na si jemi të lidhë për pozita. Edhe në momentin që ju ka ofru, për shkak bashkëpunimit që kemi posë me këtë, ndoshta ato mos marrëveshjet e vogla, kryeministri ka thonë presidentës, e gjejmë një figurë konsensuale për me te kalu krizën, edhe hajde bano zavendës kryeministre e por e Republikës dhe ja ka ofru Ministrinë e Punëve të Jashtme. Presidentja është morë me politikën e jashtme. Edhe në politikën e jashtme, që është një pej ndoshta vrejtjeve që i ka posë, po kryeministri e dëshmon të kundërtën kur i thot a ka mundësi Pra si ka ofru Ministrinë e hajde me mu njëri i dytë. Domthonë është Albin Kurti, Vjosa Osmani, dhe vazhdojmë bashkëpunimin, se bashkëpunimin jo domosdoshmërisht ermal mbohet përmes posteve. Po ku do që jena ose s'po ku në shashtë, unë jam argat. Ku ta lëvizja vetë vendosi që muj me ndihmu, në shkoj edhe marrat pozitë, se si na të letë për pozita. Por, presidentës si ka thonë, hajde ofertën e ki, zavendës kryeministre e por, numri 2 i shtetit, dhe Ministre e Punëve të Jashtme. Me pas qenë i pakënaqur kryeministri, me punën e presidentës në politikën e jashtme, nuk ja kishte ofruar punën ku udhëheq komplet Ministrinë e Punëve të Jashtme. Regjia, gjema deklaratën e Vjosa Osmanit për çështjen e pakënaqësive që nuk do një president që merret me politikë të jashtme. Po ta jap. Po mirë. Një fakt që po besoj e dëshmon të kundërtën edhe te publiku. Veç numrin e informatat që janë nga takimi, nga brenda takimit, i ka thonë Ministrinë e Arsimit, nëse operon mirë. Apo lem ta përfundoj. Oferta e por ka qenë zavendës kryeministre e por, numri 2 i shtetit në ekzekutiv dhe Ministre e Punëve të Jashtme, ose zavendës kryeministre e por dhe Ministre e Arsimit. Në arsim kemi probleme dhe është një pjesë sfidave që me këtë punë që u bë, është një pjesë fushave që kërkon shumë punë dhe angazhim. Po oferta e por ka qenë zavendës kryeministre e por dhe Ministre e Punëve të Jashtme. Fiks që të punën që e ka po presidentja, veç për një pozite tjetër, për shkak se se ka gëzu më mbështetjen atje. Edhe që tu ka përfundu, do më thonë, diskutimit ku i kena posë në presidentin. Nuk ka posë asë një antagonizm, asë një qështje që ka mujt me në gjollë pakënaqësi, ndoshta të presidentja, përse si ka posë edhe 67 tonat edhe tjera të opozitës, po na s'mujna me garantu presidentës për shkak se Albin Kurti nuk mujti me garantu as Glau Konjuftës. A është e vërtetë? Të vetat po. E ju po thoni s'kena mujt as tonat me garantu. Po, jo, presidentja, as tonat, as të opozitës. Se opozita, thash, LDK-ja, ta kishë mbështet... Vjosa Osmani bre po thot i kom siguru të opozitës. Vjosa Osmani po thot unë kom komuniku dhe... Me këtë veç pak se nuk ko kjo të bëj me presidentën. Po presidentja po thot që i kom siguru unë.